duke bllokuar dhe vetë projektin dhe duke sjell një fragmentim të projektit. Propozimi që u bë ishte ose synonte të harmonizonte dy kuadro ligjore për të garantuar një gjë shumë të rëndësishme, pra unitetin e projektit dhe zhvillimin real të turizmit, sidomos në zona si Vlora ku potenciali turistik është i madh, por infrastruktura detare është ende e kufisuar. Dhe ne të gjithë bijmë dakord që infrastruktura detare lë goxha për të dëshiruar në Shqipëri. Pra mungesa e marinave dhe vend ankorimeve, ku shpeshherë dhe nga mungesa e tyre janë krijuar dhe aksidente në breg të detit. Po, shumë dakord që duhen porte turistike dhe që duhet zhvilluar turizmi, por çështja është pse kjo nisëm propozohet që këto porte t'jepen pa konkurim. Ktu është gjithë dilema e propozimit. Po, realisht nuk është se janë pa konkurim, është e rëndësishme ta sqarojmë dhe këtë keqkuptim, pasi kjo nisëm nuk heq transparencën dhe nuk e përjashton kontrollin publik. Pasi statusi investim strategjik nuk jepet në mënyrë automatike, por kalon në një proces të rep të vlerësimi dhe filtrash, me kritere të qarta për interesin publik, ndikimin ekonomik dhe përfitimet për vendin. Për më tepër marrëdhëniet me shtetin, pasi është përfituar investimi strategjik, ku brenda këtij investimi do të jetë ndërtimi dhe një porti apo marine jatesh, formalizohet përmes një kontrate të detajuar, ku kontrata detajohet me vendim të Këshillit të Ministrave. Dhe ekzistojnë dhe mekanizma dhe detyrime konkrete për investitorin. Pra, shteti në këtë rast ruan rolin e një mbikëqyrësi dhe garantuesi të standardeve. Pra, nuk bëhet fjalë për të shmangur konkurrencën në mënyrë të